Parashë një qendër multimodale, regionin e Prishtinës, si zonën blu, kanë filluar dhe tash sa vite, 5 vite nuk janë përfunduar, që është autostrada për Gjilan. Si e para, PDK vazhdimisht ka qenë e atakuar se ka investuar jashtëzakonisht shumë kur ka qenë në qeveri, në rehabilitimin e rrugëve, në shtrimin e tyre dhe në zgjerimin e tyre në nivelin e rrugëve rajonale dhe rrugëve lokale, në për komuna, e sidomos në projektet madhore që kanë qenë 2 autostradat kryesore, ajo Ibrahim Rugova dhe Arber Xhaferi. Dhe natyrisht, koha nuk na ka premtuar me që kanë ndryshuar pozicionet që të vazhdojmë qeverisjen dhe të investojmë edhe në rrugët e tjera që lidhin pjesët e tjera të Kosovës dhe Kosovën me regionin. Normalisht, qëllimi i parë është të respektohen dokumentet kryesore që janë dokumentet që orientojnë zhvillimin e Kosovës, e ato janë plani hapësinor i Kosovës, pavarësisht që ka një afat të papërcaktuar, domethënë 2020+, megjithatë plani parashë një qendër multimodale e cila e shndron regionin e Prishtinës si zonën blu, domethënë në trekëndshin kryesor që lidh stacionin kryesor e Kurudhor në Fushë Kosovë, aeroportin e Kosovës, Prishtinën si kryeqytet dhe rrugët kryesore, domethënë që lidhen autostrada dhe magjistralet për të krijuar mundësi të një qasje multimodale të transportit, ku këmbimet dhe shkëmbimet mund të ndodhin dhe ku qëndrueshmëria mund të vijë në shprehje. Kjo është po ashtu qasje e cilën e kërkojnë edhe politikat e BE-s dhe praktikat apo qëllimet aki, të cilat Kosova duhet i përmbush nëse synon, domethënë të jetë pjesë e këtij sistemi të integruar multimodal vis-a-vis BE-s. Dhe këtu mund të flas pastaj edhe për strategjitë e tjera të cilat edhe sot janë në fuqi, disa të ripërtrira, disa më të vjetra, të cilat flasin për sistemin e integruar të transportit, sistemin inteligjent, digitalizimin, i cili duhet të ndodhë me patjetër që këto shërbime të mund të këmbehen dhe të komunikojnë, dhe normalisht investimet, që janë investimet teknike në rehabilitimin e rrugëve, dhe këtu do të flas normalisht për rrugët që u përmendën, të cilët kanë filluar dhe tash sa vite, 5 vite nuk janë përfunduar, që është autostrada për Gjilan, rruga për Podujev, normalisht shtrimi i segmentit i cili e lidh autostradën ekzistuese deri në Mërdare, sepse është po ashtu objektiv që vjen edhe nga BE, që të lidhet Kosova me pjesën tjetër të rrjetit të transportit, dhe normalisht rrugët tjera regionale, zgjerimi i tyre, rruga për Pej dhe rrugët e cilat i anashkalojnë zonat urbane që janë rrugët unazore.